në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashkë në Ndryshe në Top Albania Radio. Momenti i falënderimit i shkon Flor Farmës, shtëpisë farmaceutike më serioze në vend, e cila prezanton ibuprofenin më të mirë, të parin në formën e lipstick, pa patur nevojë për ta shoqëruar me një gotë ujë. Është Damadol që vjen 200 mg për fëmijë, 400 për të rritur, gjithashtu edhe 600 që është nevoja pastaj për të patur recetën e mjekut. Damadol, fiksojeni këtë ibuprofen i cili në një periudhë të tillë virozash, monagripërash, na duhet të kujdesemi për veten. Ti kujdesesh për veten? Unë kujdesem goxha për veten time, me thënë drejtën. Me vitamina, me gjitha i marr në forma IV-e, se nga goja haroj, domethënë që të jemi të sinqert, pavarësisht, por Çfarë formë është? I marr në formë të serumeve, sepse edhe i kam të domosdoshme. Po. Edhe i kam të domosdoshme për shkak të moshës edhe për shkak të Mona bën palestër, han shëndetshëm. Jo, edhe për shkak të smundjes, sepse ajo mbahet nën kontroll gjithkohës. Dhe normalisht që ti duhet të forcosh imunitetin e trupit në mënyrë të tillë që të ç'bësh qelizat e këqija. Ndërkohë që mendoj që të gjithë duhet të merren me jetën e tyre, sepse unë mendoj që ne duhet jetojmë shëndetshëm që edhe kur të mbyllim, të dalim nga kjo jetë, prapë të dalim të shëndetshëm. Si mund të dalësh i shëndetshëm nga kjo jetë? Jo, deli shëndetshëm sepse s'ke pse bëhesh bark fëmijëve. S'ke pse t'ju bësh bark fëmijëve të tu e para. Ne jemi kujdesur. Jo, ne jemi kujdesur për prindrit tanë, po nuk e di ma do kujdesen fëmijët për ne. E para, e dyta mentaliteti ka ndryshuar, e treta sot smundja është bërë shumë e shtrenjtë, prandaj më mirë paguaj 2 lekë sot për të qenë që t'jeni shëndetshëm se sa të kursesh pastaj me qindra. Paguan më shumë për parandalimin se sa ta shëroj një smundje. Plus pastaj që shkenca tani, unë kam nga doktoresha ime, nuk është se kam nga Silva Ruli Shameti që unë e adhuroj atë, që thotë shëndeti yt është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër, sepse në fund të ditës ti duhet të jesh doktor i vetes. Mirë, ta bëjmë këtë pyetjen në fillim me Big Brother. Tash Mona na e tregoi neve, Monika na e tregoi se si e kishte marrë ftesën për Big Brother edhe poja e saj për të qenë aty ku është në opinioniste. E kam në kuptimin ti je opinioniste një reality show. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet, ti jep opinione për tjerët. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet e tjerëve ti. Domethënë tani që je në pozicionin që ti jep opinionin tënd. Unë thash atë ditën e parë që unë gjithë jetën kam qenë në Big Brother, pra kanë qenë të tjerët që kanë bërë opinione rreth meje për mua. Mirë apo keq s'ka rëndësi. Dhe unë e di se si ndihen ata atje brenda. Pra duhet me qenë shumë kujdesshëm me fjalë, edhe kjo ka qenë një nga, po themi, këshillat e produksionit që Monika duhet të jesh shumë e kujdesshme me banorët, ti mund t'i thuash gjërat, por duhet të gjesh fjalën e duhur për ta thënë, sepse mund të shkaktoj gjëra të ndryshme. Dhe unë aty menjëherë më kujtua vetja ime se sa ti lëndohesh, po themi në frustrimin që njerëzit kanë, po themi në rrjetet sociale apo në rruga për problemet e tyre. Pavarësisht se dhe është pra ti tani je më e kujdesshme. Jam shumë më e kujdesshme, por edhe duhet të jesh edhe i vërtet. Pra duhet ta thuash të vërtetën me fjalë të butë, pra vritë me pambuk, mos e vrit me. Mona, je më e drejtë për drejtë apo më diplomatike në opinionet e tua? Jo, unë jam e drejtë për drejtë, por jam më e kuruar në fjalën që përdor. A të ndihmon apo nuk është avantazh fakti i famës politike në atë po të kisha qenë në Big Brother, do kisha qenë shumë agresive, po themi, me banorët aty brenda dhe do kisha pas do kisha pas një fjalë, sepse do luftoja. Pra fjalën do e kisha më të rëndë, ndërsa duke qenë në opinion ti nuk flet vetëm për banorët, flet edhe për një publik të tërë që është më gjerë se sa kaq. Janë edhe prindrit e banorëve ose familjarët e banorëve që ti edhe mund t'i lëndosh. Po të pyesja, a e ndihmon apo nuk të ndihmon fama politike për një format argëtues si ky Big Brother? Është pak e vështirë sepse të vendos disa frena të subkonsciencë, pra që ti je frenuar se thua prit se mos bëj gabim se ne në politik kalkulonim në vot. Ndërsa këtu nuk është vota për mua, është vota për banorët. Jo, edhe shikueshmëria, sepse kur thanë mos dëgjoj komentet, mos lexo komentet, thash mua më shumë se ç'm kanë sharë s'kam për të më sharë më. Kështu që nuk më bën përshtypje. Po në fakt si të ka prit publiku? Nuk e di se nuk i lexoj komentet, vetëm gjithë miqt, po themi që më kanë shkruar. Ka shkruar ata që kishin një vit ata që folëm në fillim që një vit e ca pa shkruar. Edhe armiqt që kanë shkruar. Edhe armiqt. Edhe ta dish armiqt të bëjnë komplimenta më shumë. Po, patjetër. Janë më racional. E ka thënë Shkodranët.
të hyp vetë janë qef, kështu që unë tani e kam kaluar atë fazë, kështu që jam shumë e kujdesshme, megjithatë i falenderoj sepse edhe mund mos shkruani fare. Tani 3 prime ambë, sa kohë bëj? 3 prime. Ke pas një moment që gjatë ka shohut ke thënë po çpata që erdha këtu. Ose kur ke shkuar në shtëpi? Është ende herët. Vetëm një gjë që më të merron, domethënë, është që unë gjithmonë vonë flej, nuk flej herët, kështu që nuk është problemi aty, po heqja e make-upit, e rregullimi i flokëve, domethënë se unë jam mësuar gjithmonë që kapi rrasi shpejt për 5 minuta bëj make-up. Domethënë unë këtu gjej rastin për të përshëndetur Henry Gjatën, i cili më ka transformuar. Tani e bër tamam televizive. Jo, më ka transformuar se gjithë njerëzit domethënë atë punë ka bërë Erika Çorri o Mona tash. Jo, Erika bër flokët dhe flokët janë gjithmonë tani është bërë stili im, brendi im, domethënë. Atë Eri do ta njoh dhe unë se më pëlqejnë. Eri flokët tua do t'i bëj bjond ta shkëlqen shumë. Ke krijuar ndonjë simpati për banorët apo s'duhet thuash gjë? Unë nuk duhet të them simpati, por ka shumë banor për mua më pëlqejnë të gjithë, janë elitar, janë një kast shumë i mirë, ndoshta për elitar të gjithë? Elitar në debat them. Në debat, okay. Në debat, se duke pas parasysh unë nuk është se kam pas ndjek shumë Big Brotherin, por ndiqja Prime sepse ne mblidhemi gjithmonë në Prime, mblidhemi grup shoqëror, ne të biles temi kemi Big Brother Kodra, që po të vësh një kamera aty, jemi disa personazhe shumë interesant, të cilët janë ne të Kodrës, që biles në grup e kemi pas Big Brother Kodra dhe unë ndrova tani sepse kam grup Big Brotherin produksionin edhe edhe mos e bëj pastaj si Bleuna Qereti me Vera Grabockën që u shajtën aty dhe tha e vdiqe Verën. Edhe unë mos vdes vetë pastaj aty. Kemi ca kështu që ngatroj edhe ja ndrova atë temë, por ka një gjë, domethënë, ata duke qenë çik më të përmbajtur nuk prodhojnë ngjarje, pra nuk prodhojnë tani s'është fillimi dhe. S'është fillimi, e para, e dyta, nuk janë konfliktual, të drejt për drejt dhe të dhunshëm, por mendoj që ka gjëra, për shembull, mund të them për Stenaldon, është shumë mirë. Po themi është e artikuluar, ka nivel në debat. E kam fjalën që jo, sepse gjithë ne kemi një, edhe po të jemi diku në pozicionin tënd jo, po edhe kur je në një juri apo Selin për shembull, më pëlqen. Ti krijon një simpati për Selin për shembull është luftarake, pavarësisht problemeve që mund të ketë aty, domethënë i qëndron lojës saj, është e kthjellët e qartë, është shumë e pjekur për moshën që ka. Shkojmë pastaj ke Kristi, që e ka marrë me koshiencë rolin e tij, po themi ngacmues lojtar, është provokator, po shumë lojtar. Pra unë mendoj që këta të tre janë shumë Miri për shembull, Miri Uesajdave, unë e njoh Mirin, por Miri po kërkon të bëj skema të vjetra, duhet dali nga skema vjetër. Miri duhet jetë vetvetja se Miri në këndvështrimin për shembull, ëh? Jo, Stinët është futur në cep dhe po pret. Stinë si mafios, kështu që Vasili Zajcev ke armiku ke porta, që pret momentin pushkën e Mirit, fishekët e veta dhe këdo kapi. Pra Stinët është bërë strategjist në lojë. Ndërkohë pastaj që ke Brikenën, pavarësisht se Brikena e kishim nënvlerësuar. Jo, Brikena e kemi nënvlerësuar, Brikena është ajo e Kosovës, misi. Është strategji dhe përdor momentin në mënyrë perfekte edhe e patësip në ato që bën. Pati me Stenaldo një nuk e kam parë. Ballafaqim një debat 2 ditë më parë të dielën pas ditës diçka. Po, dje ka pasur ballafaqimi me Stenaldo dhe në grup të tërë, por ajo që bëri për shembull dhe Stenaldo e kuptoi sepse kur ra alarmi, Brikena nuk mori Stenaldon që ta merrte për ta shoqëruar që të vishte kostumin. Ishte Stinët që e mori dhe Selin që e mori 2 kostume që ja çoi Stenaldos. Pra, kjo Brikena është shumë e kujdesshme. Pra, është kalkuluese, lojtare dhe në fund ditës ata aty prandaj kanë për të luajtur. Po merr formë, po janë ndezur motorët. Mona, okay, se na fole për shumë prej banorëve edhe për një përzgjedhje që ti e quan më elitare këtë vit. Po unë dua të di cili është mendimi yt për Ledionin. Surprise. Shiko, unë dua të them 2 gjëra. Unë kam jetuar në një epokë tjetër me Top Channelin. Kam jetuar në epokën e Dritan Hoxhës. Dhe nuk kam pse ta përmend këtë, po megjithatë po e them.
Dhe gjithë kjo periudhë tjetër ka qenë një periudhë komplet tjetër, këtu kanë ardhur të rinj, janë bërë produksione të reja, ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar edhe shikueshmëria për shkak të evoluimit të teknologjisë dhe shumë gjërave tjera. Ledioni është rritur jashtëzakonisht shumë. Po shumë. Dhe pse e them këtë? E para një herë, ai solariteti që ai ka vetë si individ, që kur hyn në studio, që kur ti e takon, pra ka një energji shumë pozitive dhe rreth vetes tij, të cilën ai e shpërndan dhe e përcjell tek të tjerët. Ndryshe po themi nga negativiteti që ne e ndjejmë gjithmonë këtë, për shembull kur janë njerëz që janë këto. E para, e dyta, është shumë elokuent, është për mua ka një sjellje grande në studio. Komunikues, është shumë është dhe i bukur në ekrane, nuk kemi çfarë. Shiko, tani që përveç, anën e imazhit është kush jam unë që ta diskutoj, por ka prezencë është. Ime më sa herë Ledioni, doli Hollywoodi. Patjetër, është Hollywoodi. Edhe unë për shumë tut jam, po dal bukur në ekran. Jo, ti je Bollywoodi. Unë jam Bollywoodi, ai është Hollywoodi. Shiko se ka dal Korea tash. Kore Jugu. Kore buke Jugu. Kështu që janë, por është jashtëzakonisht më pëlqen shumë, domethënë dhe ndjem mirë. Ashtu sikurse edhe me Arbrin, ëh. Sa do të pyesja edhe për Arbrin, do doja edhe një mendim për Arbrin që publiku po pret tani. A do shkojnë mirë ata të dy apo Arbri do t'i bëjë ca batuta, ca ironia siç ka bërë? Jo, më duket Arbri është i drejtë për drejtë si opinionist. Kurse ti në natyrë je drejt për drejt, aty je pak më e kamufluar. Nuk kam përshtypjen që do jetë shumë interesante. Mos është fillimi. Jo, fillimi, kam përshtypjen ju do keni debat dhe unë pëlqen kur debatojnë. Shiko, Arbri është i drejt për drejt e para punës, e dyta punës Arbri ka eksperiencën e katër lindur, por nuk po them që e ka eksperiencën nga Big Brother, ka eksperiencën edhe nga puna vetë që bën, ëh. Sigurisht, por Big Brother ka 4 edicione që bën. Kontakti me njerëzit, kontakti tjerë dhe i njeh gjërat, sepse edhe dyta është edhe një eksperiencë nga ajo. Por ajo që mua më pëlqen është që Arbri për shembull më iluminon në momente të caktuara, sepse ne bëjmë një mbledhje përpara asaj përpara Prime-it, ku Arbri për shembull më orienton si e shoh unë një këndvështrim tim dhe si e shef Arbri. Pra nëse unë e shoh një veprim të banorëve në këndvështrimin tim, po themi politik, mama, ndërsa ai jep një version tjetër, ndërsa ai jep një version tjetër dhe ne pastaj vendosim pozicionet tona që ne do të kemi. Pavarësisht, unë mendoja që produksioni do na kërkonte qëndrime të caktuara, ata absolutisht jo, vetëm na thonë thuaj mendimin tënd. Soni mendimin tuaj, na japin çfarë ka ndodhur faktikisht gjatë javës, edhe pse ne mos na tregon detaje. Jo, po thuhet edhe në fillim të show, çdo mendim është personal dhe nuk është fare. Është shumë e rëndësishme për ta shpjeguar, sepse unë kam qenë skeptike dhe paragjykuse në këtë gjë. Kështu që prandaj njeriu nga i herë